Edicioni 4 i manifestimit Gratë në Kulturë u mbajt në foajen e Pallatit të Kulturës Asim Vogçin në Gjakov. Ky manifestim, i cili u mbajt për herë të parë në Gjakov, mblodhi gra nga të gjitha trevat shqiptare, të cilat kanë lënë gjurmë në fushat e tyre dhe kanë ndikuar në emancipimin kulturor në shoqërinë tonë. Besjana Mehmeti, profesoreshe muzikës, e cila është ideatore dhe organizatore e manifestimit, tha se Gjakova është zgjedhur sepse i ka dhënë shumë vendit në kulturë dhe në emancipim të gruas. Gjakova nga Ganimeti Tërveshi, e cila 17 vjeçare edhe jeta në luftë për tokën e shejt, për tokën tonë, e deri në luftën e fundit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës ka dhënë vajza luftëtare, dëshmore, heroina dhe thuhet një shprehje që kur arsimon një burr, një mashkull, e ka arsimu një individ, por kur arsimon një grua, e ka arsimuar një shoqëri. E gratë të cilat ishin në panel të diskutimit folen para të pranishmëve për rrugtimin e tyre në profesion e jetë. Kujtohet fort mirë me shfaqjen Fishekun Paj, që ka trajtu pikërisht temën e gruas, të martesës, të vërgjërisë së femrës, e cila s'ka guxu me qenë mos me qenë e virgjër në martesë, e ka marrë plumin me vete, ka pas të drejt burri me evra, do të thotë zakonet e malësisë, zakonet. Kështu që rrugtimi sa e kam kry shkollën e lartë, na faka më ka ra, jemi taku me Muharremin, kemi kriju një familje, edhe kemi rrugtu në Gjakov, në Mitrovicën, në Pej, në Ferizaj. Ajmona Dhome, cila ishte libreriste e pare operës Goca e Kaçanikut, tregoi për përvojën e saj para shumë viteve. Kam edhe një rast në Prishtinë, këtë 98-ën, është majtë një mbledhje e madhe po për mua të me vetë lypa mu angazhu me korin e Fakultetit Edukimit, atër ka qenë dhe shkolla nartë, edhe një potpuri vallave arbreshe, edhe kori. Edhe aty, për herë të parë, asnjëherë nuk kom dashur me cek, po është kënu himni i Kosovës. Himni shqiptar. Edhe na ndalen rrymen këta sërt, edhe na në për qashtu tërë, po s'ka mujt kush aty, ajo salla madhe, po qështu për studentëve për jashtë. Edhe mu, kër u bo që kanë marrë pak vesh jashtë, ati më ka shpëtu populli, më kanë marrë në për durë, në për msheft, këtë terë dhe shpetova. Drejtoresha e arsimit në Gjakov, Eranda Kumnova Baçi, në emër të komunës së Gjakovës, tha se është e lumtur që ky organizim është mbajtur në Gjakov. Ju falenderoj pa mas për përzgjedhjen e komunës tonë në manifestimin Gratë në Kulturë, edicioni 4, i cili ka mbledhur personalitete nga disa treva tona. Dhe bashkë me personalitetet, sot na janë bashkangjitur edhe gra dhe vajza nga komuna për të kaluar momente më të bukura së bashku. Për të gjitha gratë që sot janë prezente këtu dhe për të gjitha ato të cilat nuk janë sot këtu, urime 8 marsin. Qofshi me shëndet e me shumë suksese në të gjitha fushat tuaj që punoni. Edicionet e kaluar të këtij manifestimi janë mbajtur në treva tjera shqiptare. Në manifestim u kënduan dhe këngë të ndryshme dhe u shfaq një program i pasur artistik.